fjalën t'ja jap psikologes Jonela Droboniku. Falenderoj për ftesën. Do e lidh me një thënien e një psikologu të huaj, i cili është shprehur, Martin Seligman, ka theksuar se mirësia dhe aktet e vogla e ndihmojnë dhe rrisin mirëqenien emocionale dhe lumturinë tonë. Sot është një ditë që nxit empatinë dhe dashamirësinë. Shoqata në javë promovon ndjeshmërinë, altruizmin dhe mirëqenien kolektive. Bëni vepra të mira, sepse ndihmon në përmirësimin e shëndetit mendor, stresin dhe bizgatimin dhe përton harmoninë tonë. Shoqata në javë ka qenë shumë një bukur për kësaj mirësie, një model i bashkimit mes ligjit, moralit dhe humanitetit, sepse ka dëshmuar se njeriu mund të jetë i fortë ligjërisht, por edhe i butë shpirtërisht. Ka treguar se mirësia është urë, jo mur, është forcë, jo dobësi. Në këtë ditë të veçantë, dua të theksoj një të vërtetë të madhe. Ligji mbron shoqërinë, por mirësia shëron shpirtat e saj. Bravo! Dhe vetëm këto dy fuqi të bashkë, ne mund të ndërtojmë një botë me të drejtë dhe më njerëzore. E të jetë këtë ditë një kujtesë për të gjithë ne, që në çdo vend pune, në çdo rol që mbajmë, në çdo vendim që marrim, të mos harrojmë kur të jemi njerëz të mirë, sepse mirësia është gjykata më e lartë e shpirtit njerëzor. Shumë faleminderit, zonja Jonela.